Megjithatë, për të na i thënë më së miri se si duhet sillemi dhe me fëmijët, kemi kënaqësinë që mëngjesin ta nisim me psikologen Ermira Sherifi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi që jemi ne sot. Tani, së pari kjo dilema e madhe se babagjyshi sjell dhuratat, ekziston, nuk ekziston për fëmijët. Si është kjo ndjesia për ta, së pari dhe si duhet sillemi? Patjetër që ndjesia e babagjyshit është një ndjesi shumë e bukur. Unë e theksoj gjithmonë tek prindërit që atë fantazinë e fëmijëve nuk duhet ta prishim asnjëherë, është ndjesia më e bukur që ne kemi. Jo më kot kemi dhe shprehjen që të gëzojmë si fëmijë, sepse gëzimi i tyre vjen në mënyrë natyrale, vjen shumë i sinqertë, vjen nga gjëra shumë të vogla, nga detaje që ndonjëherë ne nuk i presim dhe kemi marrim mbrapsht atë buzëqeshjen, marrim mbrapsht atë gëzimin e madh që merr fëmia. Dhe babagjyshi patjetër që zhvillon shumë fantazinë. Pra ne t'i themi fëmijëve që në momentin që fillojmë rritemi me ta dhe t'i themi, t'u tregojmë që babagjyshi, ndoshta nëse sillesh mirë do të sjellë dhuratë, apo nga ana tjetër mund të krijojë edhe probleme psikologjike tek ata, nëse rriten me këtë imazh dhe më pas zhgënjehen nga prindi që befas, babagjyshi u zhduk. Unë mendoj që në moshat më të hershme, patjetër që babagjyshi duhet prezantuar tek fëmijët, sepse nëse do analizojmë karakteristikat e babagjyshit, kemi ndjesitë e babagjyshit që është një njeri i mirë, një njeri i dashur, një njeri që na jep diçka për të na bërë të lumtur, pra mendon për ne, ka menduar për ne gjatë gjithë vitit, është kujdesur për ne gjatë gjithë vitit, dhe në moshat më të rritura nuk kemi pse të japim një zhgënjim tek fëmijët. Më vjen shumë keq kur dëgjoj fëmijët që më thojnë unë nuk besoj tek babagjyshi sepse nuk jam i vogël. Unë do doja t'ju pyesja ju, a besoni ju tek babagjyshi? Unë para një jave, se që më thanë që nuk ekziston edhe unë mërzita shumë. Dhe atëherë besoja. Unë mendoj që duhet të besojmë të gjithë babagjyshi. A e sheri? Shiko, duhet besojmë që ne të gjejmë një strehës të vogël për të pasur një dritare lumturie në momentet tek të cilat ne i kemi të nevojshme? Jo, unë besoj që babagjyshi ekziston dhe ekziston tek secili nga ne. Në një diskutim që kemi bërë me fëmijët, ne mund t'ju shpjegojmë fëmijëve se si ekziston babagjyshi dhe babagjyshi ekziston tek secili prej nesh. Secili prej nesh mund të jetë një babagjysh dhe kjo është gjëja më e bukur që ne mund të mësojmë fëmijëve. Po, ne kemi, shiko, i themi atë idenë gjithmonë që babagjyshi do vi nga Oxhaku, do lërë dhuratën, gjatë natës ai ta lë dhuratën që ti mos ta shohësh, po në mëngjes më pasi do ta gjesh aty, do gëzohesh etj. Pra, çfarë ndodh kur rritesh që ti e kupton që atë dhuratën ta ka dhënë gjithë jetën mami dhe babi, për shembull. Prandaj specifikova dhe moshën. Praktikisht në moshat e hershme është mirë ta lejojmë fantazinë. Në moshat më të rritura ne mund të bisedojmë me fëmijët që babagjyshi mund të jetë vetë fëmia. Në një bamirësi që fëmia mund të bëj, në një ndihmes që fëmia mund të bëj, në lojën Secret Santa që e zhvillojnë kryesisht në shkolla, edhe ne të rriturit e zhvillojmë, ne jemi babagjysh. Dhe babagjyshi konsiston në ato cilësi që unë thash. Kur ne mendojmë, dhe ne si prindër, dhe një fëmijë kur jep dhuratë një shoku, patjetër që e mendon se çfarë dhurate do t'i bëj, mendon karakteristikat e atij fëmije tjetër që do dhurojë një dhuratë. Pra, kur ne bëjmë një bamirësi të vogël, një familje e cila ka nevojë, ne vetë jemi një babagjysh. Pra, në momentin që fëmijët rriten, nuk kemi pse japim një zhgënjim, por mund t'japim një shpjegim. Babagjyshi mund t'jesh ti, babagjyshi mund t'jem unë, dhe në këtë lloj forme, fantazia dhe besimi tek një shpresë, tek një ambient më i mirë, tek një atmosferë festive, shtohet. Pra, duhet bërë pak kjo diferenca që kur rritemi nuk kemi pse mos besojmë tek babagjyshi, por mund t'i japim një koncept, një mënyrë tjetër të parit të babagjyshit. Pra babagjyshi mund t'jesh edhe ti. Bëjmë një, pra t'japim një metamorfozë babagjyshit në kalimin e viteve, pra ta përshtasim siç duam ne. Po, sepse rrit shumë empatinë e fëmijës. Kur ne i themi fëmijës ti je një babagjysh dhe ti mund të ndihmosh, ti mund të japësh ndjesinë e babagjyshit tek një fëmijë tjetër, patjetër që kjo rrit empatinë shumë të madhe të fëmijëve, për ta vënë veten në pozitën e dikujt tjetër. A është dhurata ajo arsyeja kryesore që ne na bën të lumtur gjatë fundvitit, pra se ne shohim shpeshherë të marrit të një dhurate, por nga ana tjetër edhe të bërit të një dhurate,
si arsyen kryesore të asaj lumturisë së vogël të fundvitit. A është pikërisht kjo, pra duhet kapemi gjithmonë tek dhurata si preteksti lumturisë në fundvit? Jo gjithmonë. Unë mendoj që festat janë ato momente të vogla, të cilat na ndihmojnë ne të ndalojmë, të frymëzohemi, të përmirësohemi, të mendojmë se çfarë kemi realizuar apo çfarë nuk kemi realizuar. Në psikologji praktikisht lidhet me teorinë e lidhjes ose të atashimit dhe Volbi thotë që fëmijët ndërtojnë kujtime dhe modele nga marrëdhëniet që kanë, kryesisht në moshën e hershme, para diku deri në moshën 12 vjeç nga marrëdhëniet që ato krijojnë me prindrit e tyre. Dhe nëse ato krijojnë ose përjetojnë momente gëzimi ose sigurie, më pas këto kujtime kthehen në bazat e tyre të vetbesimit dhe të mënyrës se si ne vetë përcaktojmë veten tonë ose ndjesisë së përkatësisë së një grupi, të familjes, të shoqërisë.